Ndodhemi në Patos, kemi ardhur Patos me shit 4 dylym tokë, 4 dylym. Është mbyllur me shek, me ulli, me rrush, lloj pemesh ka me arra. Shiko, ti që je i zonës, janë 4 dylym tokë, 100 roj ulli, janë në prodhim. Shek, nuk e di sa roj ka që, no? Shek ke mbi 30 pa fund. Vetëm për 95.000 euro të të kapim, do të qëmë këno ti, por do të thonjë to, pëse shitet kjo pronë më burë. Të rinjë këta shesin për arsye e migrimit, të rinjë Greqi këta kanë vite, pronarë dhe nuk i duhet tokën. Kanë 25 vjetë që rinë Greqi, nuk e komandojnë do të më tokën tu, e shesin sepse do investojnë në Greqi. Pa tjetër, do investojnë atje. Pra, tu është buz rrugët, jemi 200 metra nga stadiumi i Patosit. Tu kemi drita, kemi ujë, kemi internet, kemi çdo gjë për të ndërtu, kemi arsye të forta domethënë nga bashkia Patosit, sa është e miratuar si zonë studiume. Bravo, si zonë. Për zotërit për asista me shesin të rinë. I kam dokumenta do gjë. Çdo gjë me dokumenta. Po jo dini që ne po pa dokumenta, kështu që investojnë. Po ditën e pembe afrim, është me shpimi 100 metra. Jo, e ka pasi jashteti. Aha. Pa ditë hap shtyp butonin e tjetër lagin gjithë ullit. Mos i maj lek në për Kavanoza, investo. Po pronoj kësaj pronë vlla. Është tokë prodhuese. Ti tregojmë pak. Po tisha unë nga kjo zonë, unë me këtë do ta bleja direkt. E blejmë direkt. Do ta blejmë direkt. Investoni më burë për prona, mos mani lek çef në për Kavanoza. Është shumë prodhuese. Maja pa kamerën ti që më gjonit, maja pa kamerën. Hajde, dalim pak. Maja pa kamerën, ti tregojmë rrugën, shpejt e gjona. Hajde. Shikoni që prodhimi, ju lutem shikoni, se kujtoni se tallmi ne. Diti se ka. Është mrekulli, o vaj. Janë investimi sigur. Gjono, nja pra rruga. Us rrugë dhe. Kemi asfalt, kemi dritat. Tu, prenari këtu ka sahatin të lidhur. Me drita, me ujë, ka i shpim 100 metra. Kemi një ballore për 30 metra, 20 metra. 20 metra është ballore. 100 metra është e gjatë. Pra jemi në Patos. Patos. Ritheksojmë, jemi në Patos. Janë 100 roj ulli. Kemi afër rrugës se. Do futmi pak mrena, ti tregojmë pak nga mrena gjono. 2 minuta hajde. Nga mrena gjithë çuna. Sa ulli kanë. Çat shofer burr. Është tokë prodhuese. Çat shofer. Tu çeka si rrush. 7000 kg vajtër. O gjon, shumë shpejt e marrim investimin. Çenga si rrush. Po këto çan janë dure. Ç'është ky bëre qet më burr. Gjithë kjo arra, shumë arra. Arra. Është shumë prodhuese. Ka rrush atje më tani në ardhjet e rrushit. Pra, vesh të rrushit. Arsyeja kjo që kemi ardhur, do të thuj që kemi ardhur për shërbime për paguhet. To kemi ardhur për shërbim me porosi. Ne kemi vetë nga Durrësi sa vetë na marrin për tokë. Që ta dini juve se ndërtesa. Se mund na merrni edhe juve. Nuk mundemi dot. Nëse paguhet shërbimin ne Bravo, shërbimi paguhet vlla. Kaq. Të xhanet janë edhe në telefon privat. Hajde ju përshëndesim, shiko. Ka ne arra frims pas kara. Ku i ke ardhur me vlla? Hamër të keqen, shiqe. Plot. Ullini si rrush. Mrekulli vlla, mrekulli, shishi kjo ty ka barra. Ara më çaj. Ara pas Zemër bardhë, ja. Ju përshëndesim, respekte për gjithë. Mirë ti Gjoshi. Jo vetëm patosarakët, respekte për gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarët. Investorit sigurt. Ju përshëndet Afrim Hasa dhe Gjen Marku. Respekte.